Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko deklaroi se gjatë vitit 2025 institucioni ka konsoliduar më tej rolin e tij si garant i stabilitetit monetar dhe financiar, duke vepruar me kujdes dhe përgjegjësi në një mjedis të shënuar nga pasiguritë të jashtme dhe zhvillime të brendshme. Në fjalën e mbajtur në mbrëmjen e fundvitit të shoqatës shqiptare të bankave, Seko theksoi se normalizimi i kujdesshëm i politikës monetare ka mundësuar stabilizimin e inflacionit pa dëmtuar rritjen ekonomike dhe stabilitetin financiar. Sipas tij, sistemi bankar ka luajtur një rol kyç në transmetimin efektiv të politikës monetare, duke kontribuar që Shqipëria të regjistrojë njëkohësisht inflacion të ulët, rritje të qëndrueshme ekonomike dhe zgjerim të kreditimit. Guvernatori bëri të ditur se ekonomia shqiptare pritet të rritet rreth 4% gjatë vitit 2025, duke sjellë më shumë punësim, paga më të larta dhe rritje të ardhurave për familjet dhe bizneset. Ai nënvizoi se borxhi publik dhe ai i jashtëm kanë shënuar rënje të mëtejshme duke arritur nivelet më të ulta të 3 dekadave të fundit, ndërsa bilancet financiare të familjeve dhe bizneseve paraqiten solide. Sipas Sekos, sektori bankar vijon të dominojë sistemin financiar me rreth 91% të totalit të aktiviteteve, duke mbetur i qëndrueshëm dhe me parametra pozitiv. Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit arriti në 20.2%, dukshëm mbi minimumin rregullator, ndërsa cilësia e portofolit të kredisë mbeti e mirë në nivelin 4.3%. Guvernatori vlerësoi gjithashtu progresin në modernizimin e sistemit financiar, veçanërisht në fushën e pagesave elektronike, duke theksuar hapa të rëndësishëm drejt integrimit të Shqipërisë në zonën unike të pagesave në euro. Ai theksoi se digitalizimi, forcimi i infrastrukturës së pagesave dhe përafrimi i kuadrit rregullator me standardet e Bashkimit Evropian kanë rritur mbikëqyrjen dhe mbrojtjen e konsumatorit. Duke folur për vitin 2026, Seko theksoi rëndësinë e investimeve në inovacion dhe siguri kibernetike, mbështetjes së sektorëve produktiv dhe bizneseve të vogla të mesme, si dhe rolin social të bankave në edukimin financiar, përfshirjen financiare dhe financat e gjelbërta. Ai nënvizoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit të sektorit financiar bankar në kuadër të procesit të vlerësimit nga FMN-ja dhe banka botërore. Në përfundim, guvernatori siguroi se Banka e Shqipërisë do të vijojë të ushtrojë me rigorositet funksionimin e saj mbikëqyrës dhe rregullator, duke garantuar një sistem bankar të qëndrueshëm, konkurrues dhe transparent në shërbim të zhvillimit ekonomik të vendit.